Në zemër të komunitetit të Librazhdit, një iniciativë e re ka sjellë më shumë mbështetje dhe mundësi për familjet dhe individët në nevojë. Fal programit EU for Social Care është krijuar qendra multifunksionale komunitare, një hapësirë dedikuar për ofrimin e shërbimeve sociale, fuqizimin e familjeve dhe mbështetjen e grupeve vulnerabël. Përmes aktiviteteve me fëmijët, programeve pas shkollës dhe ndërhyrjeve komunitare, qendra ka krijuar një mjedis të sigurt ku të rinjt mund të zhvillohen dhe të ndërtojnë të ardhmen e tyre. Shërbimi lëvizës ka sjellë mbështetje edhe në zonat më të largta të Bashkisë Librazhd, duke arritur tek ata që kanë më shumë nevojë. Përmes këtij projekti, 113 individ në situatë rreziku kanë përfituar shërbime nga njësia lëvizëse. Mbesa ime ka bërë vizita ato në Librazhd, me ndihmën e shërbimit social për të gjithë. Arritëm të bëjmë vizitën edhe në Tiranë, ku e meritonte të ishte përfituese e kempit. Dua të falenderoj projektin Kujdesi Social për të gjithë për ndihmën e dhënë. Ndërkohë, 314 individ vulnerabël kanë përfituar shërbime në qendrën multifunksionale. Në rastet më të ndjeshme, mekanizmat ndërinstitucional të mbrojtjes sociale në bashki kanë mbështetur 19 raste me risk të lartë, duke siguruar ndërhyrje dhe mbrojtje të menjëhershme. Kemi patur raste të cilat prej vitesh kanë qenë invalid, nuk kanë marrë pensionin dhe në sajt Zhozlinit është bërë mundur vajtja dhe në disa zona rurale që kanë qenë shumë të vështira për ne, pasi e theksoj ne si Zero nuk kemi një mjet dhe kjo gjëna është bërë e mundur pikërisht nga stafi Zhozlinit. Bashkëpunimi duhet të jetë i vazhdueshëm. Sot kjo qendër po forcon sistemin lokal të mbrojtjes sociale dhe po krijon mundësi të reja për komunitetin. Së bashku, po ndërtojmë një komunitet më të fortë, më gjithëpërfshirës dhe më me shumë shpresë për të ardhmen.